Denis Zmiani është trajneri i ekipit të klubit futbollit Shkodër për kategorinë e 3 që sot regjistrojnë ndeshjen e parë zyrtare duke barazuar në shtëpi 1-1 me Kamzën. Profesor Zmiani, urime për startin e kampionatit dhe një barazim në këtë ditë se sa kënaqurinë. Po, me të thënë drejtën më shumë të fokusuam te loja sepse kena disa lojtarë që janë të ri, disa lojtarë të huaj që janë të ri dhe kena disa lojtarë shkodran që kanë perspektivë. Edhe deri diku jam i kënaqur, por ishte një lojë që mund të merrte rrjedh, me thënë drejtën, edhe mund të fitoshim lojën. Po ashtu duhet të jetë energjetshëm dhe ekipi ka spati rastet e veta, ndoshta mund të shkote loja edhe në krahun tjetër, të jena të sinqert. Por na pat me sidomos në fundin e lojës dy të raste të pastërta që mund na japshin fitoren. Por mi tana e rëndësishme është që pa me gjëna të bukura, këta djem janë shkrimë njëri tjetrin dhe e rëndësishme për ne është që të bëjmë një pjesëmarrje dinjitoze. Edhe të japim karakterin e djemve që kanë nevojë për afirmim, qoftë djemve shkodran që kena në grup, qoftë edhe djemve të huaj që kanë ardhur, që disa kanë cilësi shumë të mira, por kena nevojë për më tepër kohë edhe më tepër punë me njëri tjetrin, edhe besoj që ndërthurja aty do të vinë duke u përmirësuar nga ndeshja. Klubi i futbollit Shkodër ka një traditë e ka hershme në futbollin shqiptar, ka qenë pjesë e kësaj kategorie, ka qenë në kategorinë e dytë dhe ka qenë shumë pranë kalimit në superiore. Rikthehet pas një pauze disa vjeçare. Mendoni që do ta vazhdoj atë nisëm, atë dëshirë, atë objektiv që ka pasur për të shkuar në nivelet e larta? Patjetër, por është vetëm fillimi edhe të jemi sinqert, objektivi jonë edhe fokusi ka qenë më shumë te akademia, tek 17 vjeçarët e 19 vjeçarët, dhe për mi dha një furnizim sa më të mirë ekipit parë. Ndoshta si mjet ishim sepse ishim jena shumë vonë, edhe më tepër ishte e rëndësishme që të merrshim pjesë edhe të futshim në shina, si thonë. Edhe ndoshta manaj 6 mujorshin e dytë apo edhe vitin tjetër do të mendojmë për diçka që do të jetë më serioze edhe do dalim manaj me pretendime më të qarta. Kurse si mjet jena realist, thjesht jena aty pa më shumë për lojtar, jena aty pa më shumë për grupin, ata që do të jenë vlefshëm për një të nesërme që do të bëjmë diçka më serioze. Por gjithsesi edhe për momentin na mundona me lajm më të mirën, siç e bënë sot djem, duke ndërthuar kena marrë në një edhe nga lojtar që janë pak më të ri, 18-19 vjeça, që Milan hapsina atyne, Milan edhe pak eksperiencë për të ardhmen atyne. Përballë kishit të Kamzën edhe kjo një skuadër me emër, por që për disa vitesh nuk funksionon, por e ka rikthyer në vëmendje një trajner i minjor si Lila, që e kishte sot përballë në pankinën kundërshtare. Diçka për këtë skuadër dhe a mendoni se mund të ishte fitore për ju pa barazimi i drejtë? Ja, barazimi i them drejtën ishte i drejtë. Po ti marrim të rastet e fundit, të rastet tona ishin më të pastërta, por ata patën rastet e tyre, kështu që nuk do mu marr shumë me këtë që më thanë që e meritoshim na apo e meritoshin ata, ndoshta barazimi deri diku e justifikoi lojën që ishte në fush. Por është e rëndësishme dhe ne na vjen mirë sepse luajt me një ekip që kishte cilësi, lushin shumë mirë me topin, disa djem që u dukshin se kishin kohë me njëri tjetrin. Ishte kënaqësi për ne me lujt sepse duke lujt me kundërshtar të fortë që ka një nivel, vjen rritja edhe te ne dhe kuptojmë më mirë dhe ata pika ku na kena nevojë me u përforcu dhe me punu më tepër. Java e dytë me këtë përballje të Shkodra. Javën e dytë e kena me Tiranën në Tiranë, edhe patjetër vjet që kam e kanë një ndeshje serioze, të kanë se është jena edhe jashtë fushit, por edhe besoj edhe Tirana ka ata pretendimet e vet dhe besoj që kam e kanë po kaq e bukur edhe po kaq interesante. Bëhet fjalë për Tiranën B, sepse klasikja futbollit shqiptar lutet premten në Lorë si Vllaznia Tirana. Patjetër, gjithmonë referohen në kategorisë tretë, ku kena Tiranën B, Vllaznin B, kena ato ekipe shumë të mira që më thënë drejtën në zër po i pres sepse janë ndeshje që t'japin kënaqësi dhe edhe fitojmë shumë eksperiencë me këtë djem të ri. Profesor Zmiani, urime për startin në këtë detyrë të trajnerit të ekipit Shkodër kategoria 3 dhe suksesin në vazhdimsi. Falenderoj shumë edhe për interesin që na rrim gjithmonë afër, aq më tepër edhe në kushte shumë vështira, kështu që kemi mirënjohjen maksimale nga ana jonë. Përshëndes.